إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فنذرهم الله عز وجل أتى لفظرهم أتي كركويم ديهم ذا مشتتيه تكاي كركويم سترهيم ذا مبرويتيه të na ruaj nga çdo e keqe që na kanoset në rrugën dhe rrugëtimin drejt tij. Atë që Allah subhanahu wa taala udhëzon në rrugën e drejtë, ai është i udhëzuari dhe askush nuk mund ta humbas dhe devijoj, dhe asgjë e keqe nuk mund ta dëmtoj dhe të pengoj në rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala, ndërsa atë që Allah subhanahu wa taala ka lënë në humbje dhe ky rob i është larguar mbrojtjes së Allahut subhanahu wa taala, ka dalë jashtë mbrojtjes së Zotit, atëherë ai ka devijuar vetveten. E ka lënë veten në humbje dhe askush nuk mund ta sjellë në rrugë të drejtë veçse Allahu subhanahu wa taala. Jemi duke folur rreth kërkimit të mbrojtjes dhe strehimit tek Allahu subhanahu wa taala, ruajtjes nga çdo e keqe. Dhe padyshim kjo është një çështje që çdo musliman dhe muslimane duhet të jetë shumë i kujdesshëm në kuptimin dhe trajtimin e saj. Sepse me sigurimin e një mbrojtje të mjaftueshme për veten tënde dhe të dashurit e tu, do të jetë dhe ruajtja që të ofron Zoti subhanahu wa taala. Folëm herën e shkuar dhe thamë që al-isti'adhatu, pra kërkimi i mbrojtjes tek Allahu xhaleshanu, ka themele mbi të cilat ngrihet. Dhe përmendëm dhe tham, deri tani kemi përmendur dy prej këtyre themeleve. Së pari, formulimet e isti'adhes, mënyra se si kërkohet mbrojtja tek Allahu xhaleshanu. Na ka mësuar vetë profeti sallallahu alaihi wasallam. Dhe Zoti xhaleshanu, padyshim para tij, na ka mësuar se si të kërkojmë mbrojtje, formulimet e isti'adhes. Dhe tham, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, a'udhu billahi as-sami'il alim minash shaitanir rajim, etj prej formulimeve të ndryshme të isti'adhes. Gjithashtu përmendëm dhe shtyllën ose themelin e dytë mbi të cilën ngrihet isti'adhja, pra një kërkim mbrojtje i saktë dhe i plot tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe ajo është imani. Dhe thamë që ai që kërkon mbrojtje është besimtari. Pra një mbrojtje e saktë, korrekte, mund të realizohet vetëse nga kush? Pra kërkimi i mbrojtjes korrekt realizohet vetëse nga ai që është mu'min, besimtar. Dhe përmendëm herën e shkuar dhe thamë që vetëm ai që e ka pranuar Allahun si Zotin e tij, krijuesin, atë që e adhuron, atë të cilit ja ka dorëzuar të gjitha çështjet e tij, vetëm ai besimtar që e njeh Allahun subhanahu wa taala, që është i vetmi që vendos në gjithësi. Pra besimtari është ai që e realizon kërkimin e mbrojtjes ashtu siç duhet. Prandaj nëse njeriu kërkon të kërkojë mbrojtje Zotit xhaleshanu, hapi i parë që duhet të hedh është që të siguroj një besim të pastër në zemrën e tij. Realizimi dhe përmbushja e imanit të pastër në zemër, të pastër nga çdo lloj shirku dhe padrejtësie, kjo është hapi i parë për të mbrojtur dhe për të siguruar mbrojtje tek Allahu xhaleshanu. Ose në të kundërt, njeriu përpiqet, padyshim që Allahu subhanahu wa taala i mbron krijesat, por nëse kërkon një mbrojtje të fortë, të plotë, për të udhëtuar i sigurt drejt Allahut xhaleshanu, dhe kërkon xhenetin e Allahut dhe ruhet nga xhehenemi, padyshim që hapi i parë është të jesh një besimtar që je i kënaqur me Allahun si Zotin tënd, me Muhamedit si profetin sallallahu alaihi wasallam, pra profetin që e ndjek dhe e pason, dhe je i kënaqur me Islamin si fen që ti e zbaton. Nëse e realizon këtë çështje, ke hedhur hapin e parë për kërkimin e mbrojtjes, për të hyrë në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Sot do të flasim për një shtyllë tjetër nga shtyllat dhe themelet e kërkimit të mbrojtjes. Dhe pikërisht ajo që është më e rëndësishmja, kujt i kërkohet mbrojtja dhe strehimi, o vëllezër e mi. Nëse njeriu e kap një keqje në këtë dynjë, dhe ato janë shumë të shumta. Sëmundje, qofshin ato fizike apo shpirtërore apo psikologjike, të cilat mund vinë nga faktor
dhe nga shkaqe të ndryshme, ndër të cilat edhe nga xhindet, apo edhe nga magjit, apo nga syri, nga hasedi, apo zilia, apo shumë e shumë çështje që mbase njeriu as nuk e ka haberin fare se si funksionojnë, edhe si ndodhin. Nëse ndodhin gjëra të tilla, si kërkohet mbrojtja dhe kujt i kërkohet mbrojtja dhe zgjidhja, vëllezërit e mi? Shumë njerëz kërkojnë mbrojtje tek krijesat, te magjistarët, te fallxhorët. Kërkojnë mbrojtje tek vendet të cilat i quajnë vende të mira etj etj. A është kjo një kërkim mbrojtje i saktë dhe i rregullt? As pak. Kërkimi i mbrojtjes së vëllezërit e mi ka vetëm një drejtim të vetëm. Është Allahu subhanahu wa taala me emra dhe cilësitë e tij. Çdo lloj kërkim mbrojtjeje me diçka tjetër veç Allahut subhanahu wa taala, emra dhe cilësitë e tij, jo vetëm që nuk largon të keqen, nuk e largon sherrin që ti i druhesh, edhe po të dëmton dhe po të ha, por e shton atë akoma dhe më shumë. Edhe ti nuk e ndjen. Ti mendon se je duke e larguar dhe duke u qetësuar dhe mbrojtur, por në fakt po e çon veten drejt shkatërimit. Prandaj ai të cilit i kërkojnë mbrojtje dhe ruajtje është vetëm Allahu Azza wa Jall me emra dhe cilësitë e tij. Ai që meriton kërkimin e mbrojtjes dhe ruajtjes është vetëm Allahu Xheleshan. I vetmi dhe i pashoq. Ai është Zoti i plotfuqishëm, mbrojtësi i vetëm që i mbron dhe i ruan ata që i drejtohen me besim dhe për ulësi. Për këtë na dëshmon vetë Kurani, kur përmend historinë, për shembull, historinë e Mariamës alayhis salam dhe lutjen e nënës së saj për mbrojtje. Në këtë histori Allahu Xheleshanu thot, kur ajo e lindi foshnjën, pra kur nëna e Mariamës e lindi vajzën e saj dhe në fakt e kishte bërë nedhër, pra kishte vendosur që ta lindte fëmijën si shërbëtor të shtëpisë së Allahut subhanahu wa taala, pra të Beitul Maqdis, të xhamisë. Dhe ajo lindi femër. Në fakt ajo dëshironte të ishte mashkull, se shërbëtorët e xhamisë ishin meshkuj, ishin burra. E megjithatë nuk e theu zemrën e saj, subhanallahu. Megjithatë e la përsëri, edhe pse e lindi femër, tha: Rabbi inni wada'tuha untha, wallahu a'lamu bima wada'at, wa laysa adh-dhakaru kal-untha. Tha: O Zot, unë linda këtë vajzë, dhe Allahu e di më mirë se çfarë lindi, dhe Allahu e di që femra nuk është si mashkulli. Çfarë tha nëna e Mariamës? Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Dhe unë kërkoj mbrojtjen tënde, o Zot, po e lën në strehimin tënd, në mbrojtjen tënde. Këtë fëmijë, pra Mariamën, wa dhurriyyataha, dhe pasardhësin e saj, pra edhe Isain alayhis salam, që do të lindte më pas nga Mariamja. Unë i lë ata në mbrojtjen tënde. U'idhuha bika, pra i lë në mbrojtjen tënde, o Zot, këtë vajzë edhe pasardhësit e saj. Dhe subhanallah, Allahu Xheleshanu vërtet e mbrojti atë dhe pasardhësin e saj, Isain, birin e Mariamës. Thotë Ebu Hurajra, Allahu qoftë i kënaqur prej tij, se profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë: çdo fëmijë kur lind, në momentin e lindjes e shpon dhe e prek shejtani. Pra e shpon me dorën e tij. Dhe ai bërtet fëmia dhe qan nga prekja e shejtanit. Përveç, thot, Mariamës dhe birit të saj. Nëse dëshironi, lexoni fjalën e Allahut në Kur'an, thot Ebu Hurajra: Wa inni u'idhuha bika wa dhurriyyataha min ash-shaytanir rajim. Dhe unë e lënë në mbrojtjen tënde, o Zot. Pra kujt i kërkoi isti'adhe? U'idhuha, kërkoi mbrojtjen e saj dhe pasardhësve të saj për shejtanit mallkuar. Ku e kërkoi mbrojtjen nëna e Mariamës? Tek Allahu subhanahu wa taala. Dhe vërtet Allahu e mbrojti atë dhe pasardhësit. Pra ata nuk i ngacmon shejtani mallkuar. Kjo dëshmon se isti'adhja i drejtohet vetëm Allahut të madhëruar, me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të përsosura, si dhe fjalët e tij të plota, të cilat asnjë krijesë, qoftë e mirë apo e keqe, nuk mund t'i kapërcejë dhe t'i shkelë ato. Fjalët e Allahut subhanahu wa taala. Allahu është streha e vetme ku njeriu mund të gjejë mbrojtje dhe shpëtim nga çdo e keqe. Imam Ibn al-Qayyim thot: ai të cilit i kërkojnë mbrojtja dhe ndihma është vetëm Allahu, i adhuruari i vetëm dhe pa shok. Sepse Allahu i lartësuar është Zoti i agimit, Zoti dhe sunduesi i njerëzve, i adhuruari i tyre i vetëm. Nuk lejohet që mbrojtja dhe ndihma të kërkohen nga dikush tjetër veç tij. Kërkimi i mbrojtjes nga krijesat është i papranueshëm dhe i ndaluar. Vetëm Allahu është ai që të cilit duhet i mbështetesh dhe të cilit duhet i lutesh.
dhe i vetmi që të mbron dhe të ofron ndihmën e tij. Vetëm ai ka fuqinë t'u largojë sherrin që i druhen dhe për të cilin kërkojnë mbrojtje. Allahu i lartësuar na paralajmëron në librin e tij se kur ndihma dhe mbrojtja kërkohet nga dikush tjetër veç Allahut, pra prej krijesave, jo vetëm që nuk vjen zgjidhja dhe mbrojtja, por ndodh ajo që është më e keqe. Krijesat bëhen edhe më arrogante dhe më mizore dhe e kalojnë kufirin edhe më shumë kundrejt teje. Pra nëse mbështet zemrën tënde te krijesat për kërkuar ndihmë dhe mbrojtje tek ato, nga e keqja që të ka zënë, asgjë nuk do ndodh vetë se do të shtohet sherri i krijesave edhe më shumë. Pra do shpresohet edhe më shumë mizoria dhe arroganca e tyre kundër teje. Prandaj e vetmja mënyrë për ta larguar sherrin është mbështetja tek Allahu xhaleshan. Ja një ajet që na tregon për këtë që folëm nga libri i Allahut subhanahu wa taala. Thot Allahu xhaleshan në surën Jin: "Wa annahu kana rijalun min al-insi ya'udhuna bi rijalin min al-jinn fazaduhum rahaqa." Pra thot Allahu subhanahu wa taala, ka pasur burra prej njerëzve gjatë historisë së njerëzve që u kërkonin ndihmë gjindeve, duke u ashtuar kështu edhe më shumë kryenësinë e tyre. Çfarë kuptojmë? Ja si është shpjegimi i këtij ajeti. Në kohën e ignorancës para Islamit, arabët kur udhëtonin nëpër lugina, nëpër normalisht udhëtimet e tyre kanë qenë nëpër male, nëpër lugina, për vende të braktisura, shpeshherë kalonin natën nëpër këto lugina të frikshme, sepse janë larg njerëzve, larg ndihmës. Çfarë bënin arabët? Kërkonin ndihmë dhe mendonin se do të shpëtonin nga prezenca e gjindve. Dhe natyrisht që ata, pra gjindët jetojnë nëpër vende të braktisura të largëta, nëpër lugina, nëpër male, nëpër pyje. Pra nga frika e gjindve, çfarë lutnin arabët? Thoshin: "A'udhu bi sayyidi hadha al-wadi min sufahai qaumihi." Kërkojmë mbrojtje tek zotëria i kësaj lugine që të na ruaj nga sherri i mendjelehtëve, nga populli i tij. Pra i kërkonin ndihmë bosave, shefave domethënë të gjindve, domethënë kryetarëve të fiseve, të mëdhenjve të fiseve. Se kështu funksiononte edhe mes njerëzve në fakt. Nëse dikush kërkonte udhëtonte në një vend panjohur, kërkonte mbrojtje tek i pari atij vendi prej njerëzve, dhe këta mendonin që duke u kërkuar dhe lutur gjindeve, mund të gjenin rahat deri në mëngjes, kalonin natën rahat pa u ngacmuar nga sherri i gjindeve. Çfarë thot Allahu subhanahu wa taala? Pra ata mendonin se duke bërë këtë lutje, do të ishin të sigurt dhe të mbrojtur nga sherri i gjindeve të asaj lugine, deri në agim. Por në të vërtetë kërkimi i ndihmës për gjindeve vetëm sa u ashtonte atyre arrogancën dhe shfrenimin, siç thot Allahu në këtë ajet subhanahu wa taala, pra fazaduhum rahaqa. U ashtonin, pra rahaqa çfarë është? Ar-rahqu në gjuhën arabe përfaqëson shkeljen e kufive, gjunahe dhe mizorinë. Pra jo vetëm që nuk ruheshin nga gjindet, po u ashtonin edhe më shumë, duke menduar, shiko këta po kërkojnë ndihmë nga ne. Këta që nga të dobët, lëshohu edhe më fort akoma. I tremnin, i terrorizonin, madje edhe mund të sillnin dëme. Pse? Sepse ata kërkonin ndihmë dhe binin në shirk. Një njeri që bie në shirk, ai e ka shkatruar mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Kështu që ata kishin dorë të lidhur, u ashtonin edhe më shumë rahaqa, si thot Allahu subhanahu wa taala, pra mizorin dhe kalimin e kufive. Për të na mësuar se të kërkojmë mbrojtje, vetëm Allahu të madhëruar, profeti sallallahu alaihi wasallam ka sjellë lutje të shumta. Pra nëse shikojmë lutjet që bënte profeti sallallahu alaihi wasallam për mbrojtje dhe kërkim strehimi dhe mbrojtje tek Zoti, ai përdorte këto shprehje që do të përmend. Disa raste do përmend nga profeti sallallahu alaihi wasallam. Për shembull, në këtë lutje profeti thoshte: "A'udhu bi kalimati llahi tammati min sharri ma khalaq." Kërkoj mbrojtje në fjalët e plota të Allahut prej sherrit të çdo krijese që ka krijuar. Ose a'udhu bi kalimati llahi tamma min kulli shaytanin wa hamma wa min sharri kulli nafsin wa 'aynin lamma. Pra, prej sherrit të çdo shejtani dhe çdo gjëje që të dëmton, dhe prej sherrit të çdo shpirti dhe syri zileqar, i cili ngacmon dhe shkatron përmes zelis dhe hasedit. Si ka kërkuar mbrojtje profeti sallallahu alaihi wasallam nga këto gjëra? Pra nga sherri çdo gjëje që ka krijuar Zoti, bi kalimati llahi tamma, me fjalët e Allahut të plota. Nuk ka si kërkimi ndihmës me emrat dhe cilësitë e Allahut xhaleshanu. Dhe një ndër cilësitë e Allahut janë kalimatuhu,
fjalët e tij. Kurani është fjala e Allahut. Pra të kërkosh ndihmë duke kërkuar dhe duke lexuar Kuranin, fjalën e Allahut subhanahu wa taala. Kjo është një mënyrë që nai mëson profeti sallallahu alaihi wasallam. Dietar kanë nxjerrë nga ky hadith një pikë të rëndësishme. Fjalët e Allahut nuk janë krijesa. Sepse nëse do ishin krijesa, profeti sallallahu alaihi wasallam nuk kërkon ndihmë te krijesa. Kur thot profeti a'udhu bi kalimatillahi, kërkon mbrojtje në fjalët e Allahut. Po të thuash që fjala e Allahut, siç pretendojnë të humburit dhe devijuarit, që fjala e Allahut është krijesë, atëherë ky është gabim, se profeti sallallahu alaihi wasallam nuk kërkon ndihmë dhe mbrojtje te krijesat e Allahut. Pra fjalët e Allahut janë cilësitë e Allahut subhanahu wa taala. Pra edhe Kurani është fjala e Allahut dhe ajo është cilësi e Allahut subhanahu wa taala dhe nuk është e krijuar, por është cilësi e Zotit, e përjetshme, si Zoti subhanahu wa taala. Ky ajet dhe hadith na mësojnë të vërtetë themelore, kërkimi i mbrojtjes duhet të drejtohet vetëm Allahut përmes emrave dhe cilësive të Zotit xhaleshanu. Pra duke i lutur atij me përulësi të plot dhe me besim të plot, duke bërë lidhjen me cilësinë e parë të besimtarit. A mundet që njeriu të kërkojë mbrojtje te fjalët e Allahut, ndërkohë që ai nuk është besimtar, nuk ka besim në fjalën e Allahut, nuk beson që Kurani është fjala e Allahut, nuk beson që, domethënë, Allahu subhanahu wa taala është i përshkruar me emra dhe cilësi? Padyshim që jo. Prandaj dhe janë të lidhura këto themele të kërkimit të ndihmës. E një nga rastet e tjera të përmendura është dhe lutja e profetit sallallahu alaihi wasallam kur thotë, ja një rast tjetër si kërkon të ndihmë profeti sallallahu alaihi wasallam tek Allahu me emra dhe cilësitë e tij. Thot profeti sallallahu alaihi wasallam, a'udhu bi ridhaka min sakhatik wa bi 'afwika min 'uqubatik. Kërkoj mbrojtje, o Zot, në kënaqësinë tënde, ridhake, kënaqësinë tënde, prej zemërimit tënd. Pra që mos më godas zemërimi, ku kërkoj strehim dhe mbrojtje? Në kënaqësinë e Allahut. Si në kënaqësinë e Allahut? Pra o Zot, unë përpiqem të kënaq ty, me fjalët, me veprat e mia, me adhurimet e mia. Mund të realizoj kënaqësinë e Allahut ai që s'është besimtar? Si mund të arrijë ty në kënaqësinë e Allahut ai që nuk e beson Allahun subhanahu wa taala? Pra kur thua a'udhu bi ridhaka min sakhatik, kërkoj mbrojtje tek kënaqësia jote o Zot, nga zemërimi yt. Dhe kërkoj në faljen tënde prej ndëshkimit tënd. Pra falja e Allahut është cilësia e Allahut, dhe ti kërkoj mbrojtje, por edhe ndëshkimi i Allahut subhanahu wa taala, si mund të shpëtosh nga ndëshkimi i Zotit? Shpëton vetëm përmes faljes së Allahut subhanahu wa taala. Dhe në faljen e Zotit xhaleshanu kush hyn vetëm ai i cili është besimtar dhe ka kërkuar falje Zotit xhaleshanu me mënyra që kërkohet falja. Gjithashtu, në një hadith tjetër, profeti sallallahu alaihi wasallam e udhëzoi një sahabi që ankohej nga një dhimbje në trupin e tij dhe tha që kam një dhimbje o i dërguar Allahu dhe friksohem për saj nga një sëmundje. I tha profeti sallallahu alaihi wasallam, vendos dorën mbi vendin që të dhem, domethënë 3 herë thuaj bismillah, 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 dhe pastaj thua a'udhu bi izzati llahi wa qudratihi min sharri ma ajidu wa uhadhiruh. Pra kërkoj mbrojtje në krenarinë e Allahut dhe në pushtetin e tij mbi gjithçka, nga që të më ruaj prej së keqes që e vërej në veten time dhe i druhem. Ti vëren në veten tënde një sëmundje, një dhimbje në trup, ke frikë se mos është sëmundje e fortë, e keqe, sëmundje që sjell vdekjen dhe vuajtje. Vendos dorën në të, thuaj bismillah 3 herë me emrin e Allahut. Pra kërkoj ndihmë të çfarë? Kërkon ndihmë dhe mbrojtje të kush? Tek emri i Allahut, te cilësitë e tij, tek Allahu azza wa jall. Bismillah 3 herë dhe thua pasaj kërkoj mbrojtje në çfarë? Izzatillahi, domethënë krenarinë e Allahut subhanahu wa taala. Kush del si për krenarisë së Zotit? Krenari është mbisundues mbi gjithçka, mbi sëmundje, mbi gjithçka. Sa i ka të gjitha në dorë. Wa qudratihi, dhe pushteti i Allahut mbi gjithçka. Allah ka pushtet mbi gjithçka, mbi sëmundje, mbi gjithçka. Pra me këtë lloj besimi, besimtari, edhe me këtë lidhje me emra dhe cilësitë e Allahut, ai kërkon mbrojtje dhe ndihmë. Po kështu në një lutje tjetër. Lutet profeti dhe thot: a'udhu bi nuri wajhika alladhi ashraqat lahu adh-dhulumatu. Kërkoj mbrojtje me dritën e fytyrës sate, prej së cilës janë ndriçuar errësirat. Subhanallah. Kërkoj mbrojtje në dritën e fytyrës së Zotit subhanahu wa taala. Drita e Allahut, nurullah. Edhe nurullah, pra drita e Allahut është përshkrimi i cilësisë e tij. Pra nuk është krijesë drita e Allahut subhanahu wa taala. Është, si thon, domethënë
cilësi dhe përshkrim i Allahut Azza wa Jall. Mësimet që nxjerrim nga këto lutje, në këto hadithe kuptohet qartë se të gjitha gjërat tek cilat profeti kërkon ndihmë dhe mbrojtje nuk janë krijesa, po janë cilësitë e Allahut, përshkrimet e tij, emrat e Allahut Azza wa Jall. Pra profeti na mëson të lidhim zemrën fort vetëm me Zotin ton subhanahu wa taala. Ai i ka të gjitha në dorë. Ai është pushtetshëm që çdo gjë është në dorën e tij. Dhe shikojmë që kelimatullah, fjalët e Allahut, afuhu, falja e tij, izzatuhu, krenaria e tij, qudratuhu, pushteti dhe fuqia e tij mbi gjithçka, nuru wajhihi, drita e fytyrës së tij subhanahu wa taala. Të gjitha këto janë cilësitë e Allahut madhërisëm dhe jo krijesa. Kështu vëllezërit, kërkimi ndihmës dhe mbrojtjes nuk lejohet vetëse nga Allahu subhanahu wa taala. Ai është i vetmi që meriton të adhurohet dhe të cilit i lutesh, duke u thirrur me emrat dhe cilësitë e tij të përsosura. Ky është një mësim që na ka lënë profeti sallallahu alaihi wasallam përmes këtyre lutjeve dhe shumë të tjera. Po të hysh dhe të vëzhgosh lutjet e profetit sallallahu alaihi wasallam, do shikosh që shpesh herë ai të lidh me emrat dhe cilësitë e Allahut xhaleshan. Sa më njohës i thellë i emrave të Zotit dhe cilësive të tij, aq më afër mbrojtjes dhe aq më i ditur do të jesh se si do të kërkosh mbrojtje tek Allahu xhaleshan. Në çdo vështirësi dhe çdo rrezik dhe për çdo mbrojtje, ne duhet të drejtohemi vetëm Allahut, duke lutur atë me përulësi dhe duke drejtuar përmes emrave, cilësive të tij të larta. Në këtë qëndron thelbi i besimit të pastër dhe lidhjes së sinqertë me krijuesin ton. Pra plotësohet dhe kushti i imanit, pra i besimit, që të realizohet mbrojtja e vërtet e Allahut subhanahu wa taala. Nga më të rëndësishmet mënyrat të kërkimit të mbrojtjes, duke u nisur nga fjalët kelimatullah, është dhe leximi i surës Felek dhe Nas. Gjithashtu dhe leximi i ajeti Kursijit, sepse gjitha këto janë çfarë? Janë pjesë të kelimatullah, fjalëve të Allahut, që është edhe Kurani. Pra leximi i ajeti Kursijit, leximi i surës Felek dhe Nas, leximi i surës Fatiha, që ti lexon vazhdimisht, madje në rast se kur bën rukje dhe kërkon shërim, po të shikosh tradita e profetit sallallahu alaihi wasallam e pohuar prej tij është leximi dhe rukja përmes surës Fatiha, duke lexuar atë 7 herë. Pra këto janë disa forma të përsaktuara dhe të nxitura nga vetë Zoti subhanahu wa taala në Kur'an dhe profeti sallallahu alaihi wasallam. Ajeti Kursi lexohet të paktën gjatë ditës, po ta mendosh më shumë se 7 ose 8 herë. Për çdo vakt namazi, pas çdo vakti namaz, 5 vakte të namazit, profeti sallallahu alaihi wasallam thotë: ai që lexon ajeti Kursiin pas çdo namazi, mes tij dhe xhenetit, hyrjes në xhenet është vetëm të vdes. Pra nëse vdes njeriu, e vjen vdekja në atë moment, do të hyjë në xhenet. Nëse lexon ajeti Kursiin pas çdo namazi, do thotë që ti do të hysh në xhenet dhe je i mbrojtur. Je në mbrojtjen e Allahut subhanahu wa taala. Po lexova ajeti Kursiin. Në mëngjes dhe në mbrëmje, lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes, lexohet ajeti Kursi. Ja u bën 52:7. Gjithashtu, para gjumit lexohet ajeti Kursi. Pra u bën 8 herë. Ja kështu, ajeti Kursi lexohet në këto raste. Po kështu, pas çdo vakti namazi lexohet sura Felek dhe Nas. Gjithashtu në lutjet e mëngjesit dhe mbrëmjes lexohet nga 3 herë. Kul huwallahu, Feleku dhe Nasi. Pra dhe këto janë kelimatullah. Jo më koti ka bërë profeti sallallahu alaihi wasallam pjesë të lutjes së vazhdueshme të muslimanit. Të gjitha këto çfarë janë kelimatullah, fjalët e Allahut xhaleshan. Nuk ka mbrojtje siç të ofron Kurani. Lere pastaj nëse robi gjatë ditës ka një pjesë që lexon nga Kurani, lexon një xhuz, lexon 2, 3, 4, 5 apo më shumë. Sa më shumë lexon nga libri i Allahut subhanahu wa taala, aq më i paprekshëm bëhet. Aq më i sigurt ecën drejt Allahut xhaleshan. Pra është i mbrojtur. Kur themi mbrojtur, nga çfarë? Do të vinë do të flasim për të në hutbet e tjera. Nga se kërkojmë mbrojtje. Nuk është vetëm mbrojtja vetëm nga hasedi apo magjia, siç mendojnë njerëzit, jemi mbrojtur nga magjia dhe hasedi apo zilia e njerëzve. Sepse më ndodhin të këqija në dynja. Jo vallahi, mbrojtja është shumë më e gjerë se kaq. E keqja që ne i druhemi nuk është vetëm këto gjëra të vogla që lidhen me dynjan. E keqja shumë e thellë. Shumë e thellë vëllezërit e mi. Prandaj njeriu kur kërkon mbrojtje tek Allahu subhanahu wa taala bi kelimatihi, me fjalët e Allahut xhaleshanu, padyshim që alhamdulillah ka kërkuar një mbrojtje të fortë që nuk mund të cënohet nga askush. Një çështje e rëndësishme që duhet kuptuar në këtë temë është
lidhja mes emrave të Allahut të përdorura gjatë lutjes dhe lutjes dhe kërkimit të mbrojtjes. Ka një lidhje shumë të ngushtë mes kërkimit të mbrojtjes dhe emrave të Allahut me të cilin ne kërkojmë mbrojtje. Edhe për zgjedhja e emrave dhe cilësive të caktuara të Zotit, që ne kërkojmë mbrojtje nga diçka, ka rëndësi të veçantë. Përdorimi i këtyre emrave dhe cilësive të Allahut lartësuar për kërkuar ndihmë dhe mbrojtje nuk është i rastësishëm. Çdo emër dhe cilësi e Allahut ka një lidhje specifike me atë që ne lutemi dhe kërkojmë mbrojtje. Po ta shikosh në lutje që përmenda pak më sipër. A'udhu bi ridake min sakhatik. Kërkoj mbrojtje në kënaqësinë tënde nga zemërimi yt. Kënaqësia, zemërimi. Pra zemërimi i Allahut me çfarë përballet? Me kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. Gjunafet dhe ndëshkimi me çfarë përballet? Me faljen e Allahut subhanahu wa taala. Pra do të zgjedhësh cilësinë që duhet dhe emrin e Allahut subhanahu wa taala për kërkuar mbrojtje nga ajo që i druhesh. Prandaj këtë nuk e bën vetë besimtari, o vëllezërit e mi. Ai besimtar që mediton në emrat e Allahut dhe cilësitë e tij, mediton në gjunafet e tij, në shkaqjet pse i vjen e keqja. Dhe pastaj kërkon mbrojtje i vetëdijshëm me emrat që zgjedh, me cilësitë që përzgjedh nga cilësitë e Allahut subhanahu wa taala, kërkoj mbrojtje Allahut xheleshanu. Pra shumë e rëndësishme. Në shumë nga punimet e tyre, dietarët më dhënë si Ibnul Qayyim Allahu mëshiroft dhe të tjerë, ka theksuar rëndësinë e kësaj lidhjeje. Ai konfirmon se për të bërë lutjet më të pranuara, është thelbësore që zgjedhim emra dhe cilësitë që lidhen ngushtë me atë që kërkojmë. Për shembull, nëse kërkojmë falje, i drejtohemi Allahut me emrin El-Ghafur, El-Ghaffar, Ghafiru Dhanb. Pra, i drejtohemi o ti që fal të gjitha gjunafet, mi fal gjunafet e mia. Kjo është kërkim mbrojtje, sepse gjunafet janë ato që të shkaktojnë dëm dhe ti kërkon strehim nga gjunafet e tua. Nuk i ikën dot, domethënë sherrit të veprave të këqija që ke bërë, nuk i shpëton dot. E keqja që ke vepruar do të ndjek nga pas. Dhe vetëm mënyrë për të shpëtuar është strehimi te kush? Tek ai që është Ghaffar ose Ghafur. El-Ghafur do të thotë ai që fal të gjitha gjunafet, që i mbulon të gjitha tmetat. Gjithashtu nëse kërkojmë mbrojtje, përmendim emrat El-Hafidh ose Ar-Rahman, si kërkojmë mbrojtje, nana e Mariemës, ose Mariemi alayhis salam mësak. Inni a'udhu bir-Rahmani minka in kunta taqiya. Unë kërkoj mbrojtje tek Rahmani, të më ruaj prej teje nëse je që i ke frikë Zotit. Pra, kjo është çështje shumë e rëndësishme. Në lidhje me surën Falaq dhe Nas, profeti sallallahu alaihi wasallam ka thënë për këto dy sure. Askush prej atyre që kërkojnë ndihmë dhe mbrojtje, thot, nuk ka gjetur mbrojtje më të mirë se sa leximi i këtyre dy sureve. Emri dhe cilësia që përdoret për kërkuar ndihmë në këto sure ka lidhje të ngushtë me sherrin që ne kemi frikë dhe i druhemi. Pra, meditimin këto dy sure shumë i rëndësishëm, elus Allahun azza wa jall të na ruaj nga çdo e keqe, të na udhëzoj dhe të na mësoj se si të lutemi përmes emrave dhe cilësive të tij. Aqulu ma tasma'un wastaghfirullaha al-azim li wa lakum wa lisa'iril mu'minin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nëse meditojmë vëllezërit e mi në emrat e përdorura në surën Falaq dhe surën Nas, do të shikojmë pse janë përzgjedhur ato emra dhe sherrin nga e cila kërkojmë që të na ruajë Zoti xheleshanu. Po të marrim Qul a'udhu bi rabbil falaq. Kërkojmë mbrojtje tek Zoti i agimit. Nga çfarë? Pra, tek Zoti i agimit kërkohet mbrojtje në lidhje me çfarë? Min sharri ma khalaq. Nga keqja që ai ka krijuar. Çdo e keqja që ka krijuar Zoti. Dhe në fakt, domethënë në krijesat e Allahut subhanahu wa taala, ato ka sprovë në to. Ka shumë sëmundja, viruset, shejtani i mallkuar, sprovat e tjera. Pra, min sharri ma khalaq. Wa min sharri ghasiqin idha waqab. Dhe e keqja e rësirës së natës kur ajo vjen, dhe sjell me vetesh gjithçka të keqe që vjen me natën. Wa min sharri an-naffathati fil 'uqad. Nga sherri atyre që fryjnë dhe lidhin nyja, pra magjistarëve. Sharri an-naffathati fil 'uqad. Wa min sharri hasidin idha hasad. Nga sherri haseqiut kur vepron me atë hasedin e tij, me çmirën e tij. Të gjitha këto u përmbledhen te çfarë? Tek Rabbul Falaq, Zoti i agimit. Subhanallah. Po ta shikosh
nga sherri i natës, errësirës së natës dhe sherri që ajo sjell. Pra agimi çfarë është? Agimi sjell dritë, frymarrje. Agimi sjell shpresë, erdhi ditë e re. Zoti i agimit është ai që sjell dritën pas errësirës, ai që sjell çlirimin pas vështirësisë dhe ngushtisë, ai që sjell shërimin pas sëmundjes, Rabbul Falaq, Zoti i agimit. Çfarë lidhje ka kjo? Pra kjo të tregon që ai e ndryshon gjendjen, është i vetmi që ndryshon gjendjen. Është ai që i bën ose i ve kufi të keqes që ti i druhesh. Dhe i përmendi këto Zoti subhanahu wa taala. Shkojmë tek sura tjetër Nas. Kul a'udhu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Pra kërkove me këto tre emra të Allahut subhanahu wa taala që janë nga emrat bazik, themelor të Allahut subhanahu wa taala, nga emrat më kryesor të Zotit. Është Rabb, që përmend rububien e Allahut subhanahu wa taala. Pra ai është krijuesi, sunduesi, administruesi i krijesave. Malikin nas, ai që është sunduesi dhe pronari i tyre, mbretëruesi i gjithçkaje. Dhe ilahin nas, dhe i adhuruari i njerëzve, ai që meriton adhurimin e tyre. Përmendi tre emra të Allahut subhanahu wa taala nga kryesoret për të ruajtur nga çfarë vëllezërit e mi? Min sharril waswasil khannas. Nga sherri i vezvesliut që fshihet. Pra sherri i vezveseve që janë në shpirt, të kërkosh mbrojtje Allahut me gjithë këto emra dhe cilësi që përmendi pak më sipër. Kjo tregon që rreziku i këtyre vezveseve që vërtiten brenda në shpirt, shumë i rrezikshëm, shumë i keq. Prandaj dhe kërkohet mbrojtja tek Zoti, krijuesi, sunduesi, mbretëruesi i njerëzve, ai që adhuron njerëzit, na ruaj nga këto vezvese. Vezveset prishin imanin. Vezveset bën njeriu që të braktisë besimin, largohet nga rruga e drejtë. Dhe vezveset domethënë janë sherr. Do të vim të flasim hollësisht cili është sherri për cilin kërkojmë mbrojtje, është një nga themelet e istiadës. Pra, nga çfarë kërkojmë mbrojtje? Vetëm nga shejtani i mallkuar, nga magjia siç tham, apo nga edhe shumë sherrë të tjera. Pra duhet njeriu ta kuptojë mirë të themelet e istiadës. Sepse ndryshe nuk mund të arrijë dot që ta përmbush atë ashtu si duhet. Po të shikojmë në Kur'an o vëllezërit e mi, kemi shumë ajete në të cilat kërkimi i mbrojtjes me emrat e Allahut ka ardhur në forma të ndryshme. Për shembull, ka ardhur përmes emrit Allah, dhe kjo është më e përhapura. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Kërkojmë mbrojtje tek Allahu me emrin Allah. Sepse Allah është nga emrat më gjithë përfshirës të emrave dhe cilësive të Zotit xheleshar. Dhe ka shumë ajete, të cilat, siç janë në surën A'raf, në surën Fusilet, e nëse të ngacmon shejtani, wa imma yanzaghannaka ash-shaytanu binazghin fasta'idh billah. Pra nëse të ngacmon shejtani me ndonjë ngacmim, kërko mbrojtje tek Allahu. Dhe përmend dhe emrat e tij. Innahu sami'un alim, ai është gjithë dëgjues, i gjithë ditur. Gjithashtu, në një ajet tjetër në surën Ghafir, thot Allahu subhanahu wa taala, ata që kundërshtojnë shpalljen e Allahut pa pasur argument, kanë në zemrat e tyre vetëm mendje madhësi, thot, me të cilën nuk do të arrijnë kurrë qëllimit. Pra sherri i atyre që polemizojnë në ajetet e Allahut, atyre që luftojnë fenë e Allahut. Çfarë thot Zoti subhanahu wa taala? Kërkon mbrojtje tek Allahu, sepse ai dëgjon dhe shikon gjithçka. Pra, kërkimi përmes emrit të Allahut, pra Allah, Sami'un Alim gjithashtu. Gjithashtu, kërkimi mbrojtjes me emrin Rabb. Pra edhe emri Rabb është përmendur shumë në Kur'an për kërkimin e mbrojtjes. Sikur se thot, Qul a'udhu bi rabbil falaq ose rabbin nas, që është përmendur në surën Falaq dhe Nas. Gjithashtu, është kërkimi i mbrojtjes, pra në Kur'an është përmendur dhe për emra vetor që lidhen me Zotin. Sikur se tha nëna Marimes, inni u'idhuha bika. Unë e mbroj atë me ty. Kjo një lloj afërsie, pra kjo një afërsie në marrëdhënien që kemi me Zotin subhanahu wa taala. Kërkojmë mbrojtje tek ti o Zot. Kjo është një, domethënë, bisedë ngushtë me Zotin subhanahu wa taala, edhe kjo është përdorur në Kur'an. A'udhu bika, pra minash shaitanir rajim. Ose dhe thuaj, thot Allahu subhanahu wa taala në surën Mu'minun. Dhe thuaj, Rabbi inni a'udhu bika min hamazati ash-shayatin. O Zot, unë kërkoj mbrojtje tek ti prej sytjeve të shejtanëve. Pra tek ti. Dhe kur i drejtohesh Zotit, pra drejt për drejt, kjo alhamdulillah është një mënyrë e fortë e kërkimit të mbrojtjes që na mëson Zoti subhanahu wa taala në Kur'an. Gjithashtu edhe me emrin Rahman, sigurisht e përmendëm në rastin e nënës Mariames alayhis salam, kur ajo lutet me emrin Rahman.
Pra përdorimi i emrave dhe cilësive të Allahut është shumë i rëndësishëm vëllezërit e mi. Elos Allahun xheleshall na mësoj atë që nuk e dim. Na bëj nga ata që i lutën Allahut subhanahu wa taala ashtu se ai kënaqet dhe kërkon prej nesh. Elos Allahun na mbrojë nga çdo e keqe dhe gjithë ummetin dhe muslimanët kudo që janë. Allahu na ruajt nga çdo e keqe në dynjë dhe në ahiret. Së fundi çoni salavat e profetin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.